Kroket karkaleci e përgatitur me karkalec të thije të freskët dhe me erëza aromatike për t'i dhënë një shije sa më perfekte dhe mbuluar me panko që t'jetë sa më krokante. Si fillim vazhdojmë skuqjen. Tani do ngrohim salcën e kuqe, salcën e domates. Atëherë kroketa e karkalecit shërbehet me salcë domate të freskët. Atëherë kjo është salcë majonez me çimiçuri të freskët. Kjo është pjata me kroketën e karkalecit, gati për servirje.